2 minuta replik. Po vlamor. Jo. Zoti kryetar, qama 2 minuqin e replikës se m'hiku 2 minuqi. Nëse hiku s'është pa im, e keni kohën. Sali, mikrofoni është japur. Tani që të merrem i vesh unë e ti se ty të ka kap sindromi Stockholmit edhe s'ri do të pa mund këtë seancë. Dakor? Tani, i ke përmend këto kostumet pa fund. Prit. Unë sfidoj. Çfarë kostume është veshur Simanja dhe çfarë kostume është vesh Sali Berisha, hajtë t'i nxjerrim sa bëhe jotja, sa bëhe imja. Një. E dyta. Ta kam thënë këtu dhe do të ta përsëris. Unë nuk pres të më dalë kush e të bëj protesta e të më shoqërojnë kur të në raportin tim me drejtsinë. Raporti im me drejtsinë është një. S'ka nevojë fare. Atë ditë që drejtësia e vendit tim do kërkoj një shërbim prej me jetë, çfarë do natyre, patjetër që do të respektoj drejtsinë e vendit tim. Unë s'kam nevojë si ti. E sa për këto Louis Vuitton e këta, e kam pyet ChatGPT-n, a ka çon 500.000 euro Louis Vuitton? Më ka thonë s'ka. Kush ta ka thonë? Sali Berisha. Më ka thonë shife se nuk është rregull. Tani çka kam me thonë? Ndërsa për xhaketat dhe për kostumet, të sfidoj që tani. Unë jam gati këtë kostum që kam vesh, të vija ty ke ti, ta nxjerrim xhaketën edhe ti dhe unë, dhe ti qenë për ekspertim tekstili. Se vetëm copa jote, copa e kostumit që ke, bot 2.000 euro. Pak pune.